Të nderuar antarë dhe antarë të kryesisë Partisë Demokratike, të dashur demokratë dhe demokratë, mbështetës të kësaj partie që ndiqni këtë mbledhje të kryesisë Partisë Demokratike. Sot ne mblidhemi në rrethana të zhvillimeve të jashtëzakonshme. Dhe mendoj se këtyre zhvillimeve Partia Demokratike, drejtuesit, antarët, mbështetësit e saj dhe opozitarët pa përjashtim duhet t'ju kushtojnë vëmendjen maksimale, vëmendjen e jashtëzakonshme. E vërteta është se narkoshteti po shembet. Kjo është sot e vërteta më e madhe se asnjëherë më parë. Dhe kjo shembje është e pandalshme. Struktura kriminale e bazuar mbi drogën, krimin dhe vjedhjen e shqiptarëve që Edi Rama ngriti këto 12 vite në aleancë me kartelët e drogës dhe ekstremin e majt të udhëhequr nga George Sorosi, ka hyrë në një proces dezintegrimi. Këto zhvillime i japin një dimension krejt të ri misionit ton për shpëtimin e Shqipërisë. Për të parën herë në 12 vite, opozita ka mundësinë e saj reale për t'i dhënë colpo di grazia narkodiktaturës së Edi Ramës. Shembja e narkoshtetit është shans historik për çdo qytetar opozitar, për çdo qytetar shqiptar, për çdo drejtues të forcave opozitare politike, drejtues të Partisë Demokratike. E premtja që kaloi është e premtja më e zezë e narkoshtetit të Edi Ramës. Të gjithë ne ishim dishmitar me disa pamje të cilat atyre që kanë përjetuar diktaturën totalitare i kujtojnë procesin e Kadriazbiut në gjyqin e partisë. Të tilla ishin pamjet e Erjon Veliajt në gjykatën kushtetuese, por në dallim nga Kadriazbiu, që deklaronte se e kam nga partia ime, Erjon Veliaj me guxim krahasoi partinë e tij me Farkun e Kolumbisë. Të kuptohemi, nuk kam absolutisht as edhe ndjesin apo më minimale se Erjon Veliaj është një person i pafajshëm. Erjon Veliaj është një person i cili mbahet në burg për minimumi 1/100 e asaj që ka vjedhur dhe shpërdoruar, për të mos thënë 1/200 e saj. Por, duke thënë këtë, e vërtetë e pa diskutueshme është
se të drejtat e njeriut u shkelen në mënyrë brutale, u përdor ndaj tij ajo praktikë që Enver Hoxha përdori ndaj Kadri Asbiut. Kjo ishte një kriminal, një vrasës. Dhe në këtë rast, duke shkelur çdo procedurë, çdo ligj, i dhanë atij mundësinë të marrë guxime dhe të krahasojë me Farkun e Kolumbisë, partinë që në fakt, a i tha një të vërtet, narkoparti, narkoregjim. Kjo është e vërtet e Shqipërisë. Narkoparti, narkoregjim. Por të njëjtën ditë, personi që po të mirje qindra mira fjalë të fjalorit ton, nuk meriton të fjalë tjetër më shumë se sa lubin. E pa përmbajtur, njeriu që pas Edi Ramës ka vjedhë më shumë në historinë e shtetit shqiptar që nga themelimi i këtij shteti gjerësot, dhe kjo është Lubi Balluku. Lubi Balluku